Këtë të shtunë, €1 këmbehet me 96,57 lek, sipas kursit zyrtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë, duke shënuar një tjetër rënje me 0,20 lek krahasuar me një muaj më parë, ndërsa në rënje vjetore shënon 3,2%. Kursi i këmbimit euro-lek e mbylli vitin 2025 në nivelin 96,77 lek, ndërkohë fillimi i vitit 2026 po shfaq sinjale të një rënjeje të mëtejshme të euros, duke konfirmuar vijimin e tendencës së mbiçmimit të lekut. Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, ka ngritur shqetësimin për pasojat e rënda ekonomike që po sjell zhvlerësimi i euros, duke e lidhur drejt për drejt këtë situatë me kriminalizimin e ekonomisë dhe futjen e parave të pista. Rënja e vlerës së euros si rezultati i kriminalizimit të ekonomisë, i parave të pista që janë duke hyrë në ekonominë shqiptare, ka pasur ndikim në xhepin e qytetarëve. Zhvlerësimi i euros bën të pamundur që produktet shqiptare të dalin jashtë, bën të pamundur që fermerët të kenë një të ardhur shtesë, bën të pamundur që biznesi fason të mbajnë 175.000 punonjësit në punë. Duhet t'i nxjerr ato dhe t'i heq ato nga vendet e punës. Tabaku gjithashtu i cilëson të pavlefshme nismat e qeverisë për nxitjen e eksporteve. Për sa kohë, ekonomia po goditet nga ky fenomen. Vlera e euros po ndikon në çmime, po ndikon në eksporte, po ndikon në punësim, po ndikon tek bizneset shqiptare dhe çdo retorik që qeveria shqiptare mund të bëjë për të nxitur eksportet e për të stimuluar sektor është e kotë. Prej zhvlerësimit të euros sot dy sektor kryesor, ai i prodhimit fason, po njëkohësisht bujqësia janë në kolaps total. Janë dy sektor që deri dje jetonin me eksporte dhe sot i mungojnë tregu. Kryetari i shoqatës së eksportuesve, Alban Zusi, në edicionin e lajmeve të MCN, e argumentoi zhvlerësimin e euros si goditje për eksportet, bujqësinë dhe industrinë, për të cilën kërkoi të nisë një hetim penal. Rënja e euros, vlerësimi i euros është një fenomen i cili tashmë për mua duhet hetuar edhe penalisht, do të thoja. Banka e Shqipërisë ka të gjitha instrumentat edhe detyrimin ligjor, është mos gabofsha neni 61, neni 62, i cili i jep Bankës Shqipërisë dy tagre. I jep rujtjen e inflacionit dhe rujtjen e kursit këmbimit. Kursi mesatar i këmbimit euro-lek shënoi rënje për të 500 vit radhasi në vitin 2025, duke prekur gjithashtu një minimum historik. Kursi i këmbimit euro-lek ka ardhur në rënje pothuajse të pandërprer që prej vitit 2013, me përjashtim të vitit 2020, kur pandemia dhe masat kufizuese sollën devijime të forta në treguesit ekonomik.